Ish presidenti i Republikës Recep Mejdani vlerëson se Fatos Nano mund të zgjidhet në postin e kreut të shtetit vetëm nëse do të arrijë të gjejë mbështetje të gjerë. Në analizën që i bën situatës, konjunkturave politike, zoti Mejdani shprehet se nuk mjafton në nënshkrimi i 20 deputetëve, momenti i cili e bën pjesë të garës presidenciale. Jo që Nano nuk e plotson atë për të kandiduar si presidenti i Republikës, por se në fundit duhet vota. Dhe mund të marrësh 20 veta ose 20 antar të parlamentit për të kandiduar, po për të bërë president, sidomos për 3 raunde para, kërkohen 84 vota deputet. Dhe për të bërë pastaj president prapë në variantin e 4 ose në raundin e 5, kërkohen 71 vota. Në qoftë se këto mund t'i gjejmë, natyrisht që do të jetë president Nano, mund të jetë president një kandidat tjetër, ose mund të shkojmë në zgjedhjet parakohshme. Për Recep Mejdani, Kushtetuta e vendit përcakton qartë procedurat për votimin e kandidatëve për president, por sipas tij, zgjedhja e kreut të ardhshëm të shtetit është pjesë e lojës politike të palëve. Është pjesë e një loje politike dhe duke qenë pjesë e një loje politike dhe duke munguar akoma bashkëveprimi midis forcave kryesore, më thonja që presidenti ka shumë shanse të zgjidhet në raundin e 4 ose të 5, dhe nëse zgjidhet në raundin e 4 ose të 5, do të thotë që zgjidhja do të jetë nga një shumicë e thjeshtë parlamentare. Zoti Mejdani risjell në vëmendje debatin e kahershëm për zgjedhjen e presidentit nga populli, por ai thotë se Kushtetuta e Shqipërisë përcakton që presidenti zgjidhet në kuvend, e përrjedhoi duhet respektuar ligji themeltar i shtetit.